Falënderimet dhe lavdërimet I takon vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të gjitha botrave. Atë e lartësojmë për çdo begati dhe mirësi të cilët ai Allahu, krijuesi I gjithësisë, na I ka dhënë. Atë Allahun, krijuesin e çdo gjëje, e falenderojmë për begatit dhe mirësi të shumta. Posaçërisht për begatinë e udhëzimit, se pa udhëzimin e Allahut do ishim në një humbje të madhe. Dërgojmë selam dhe salavate bi pejgamberin salavatu rabbi wa salamuhu alej, bi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, po vazhdojmë me serialin e pyetjeve dhe meditimeve, mendimeve rreth Islamit, ekzistimit në këtë botë. Në gjuma të kaluara e kemi pyetur veten për dënjan, për qëllimin e krijimit. Dhe po bëhet pyetja, sa jemi ne nga ato të cilët I vlerësojnë begatitë dhe mirësitë e Allahut? Sa janë nga ato të cilët nuk I keqpërdorin? Sa janë nga ato të cilët nuk I anashkalojnë, I lënë pas? Ku nga begatitë dhe mirësitë e Allahut janë të shumta. Paramendoni ku pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot, janë dy begati me të cilët më së shumti njerëzit e tradhtojnë veten, e ato janë shëndeti dhe koha e lirë. Kur e ke kohën e lirë, kur e ke shëndetin, nuk e vlerëson këtë begati, e lën pas se anashkalon, po kur të vi sëmundja, e vetmja dua apo lutja apo gjë të cilën I semuri e kërkonisht vetëm shërimi. Kjo gjë e dytë ku Allahu ta jep kohën, po ti nuk e vlerëson, e anashkalon. Paramendo o vëlla I ndershëm, xhamati I dashur, Allahu krijuesi I gjithësisë, sunduesi të gjitha botrave, për të na treguar vlerën e madhe të kohës, Allahu po betohet në Kur'anin famlart. Duke ditur se Allahu nuk betohet në gjëra të shumta, betohet vetëm për të na treguar vlerën e saj. Ku dhe Allahu po thotë ul asr, pasha kohën. Duke na treguar për një vlerë të madhe, po na tregon edhe Hasan al-Basriu dhe thot, jeta në këtë botë shikohet vetëm në 3 ditë. E djeshmja e cila kaloi, s'ka ma kthim. E sotmja është dita jote, a do jeshtin nga ato të cilët do e përdorin këtë ditë për dobi ndaj vetes? A do jeshtin nga ato të cilët do e kalojnë këtë ditë me hajër dhe ibadet? A do jeshtin nga ato të cilët në fund të ditës ke çka ti thuash vetes? Çka bëra unë sot? Ku dhe Ibn Kaimi po thot, ai njeri I cili e kalon ditën e tij në ibadet dhe në vepra të hajrit, ai njeri është I lumtur. Kurse në të kundërtën, kush punon të kundërtën, është nga ato të cilët e tradhtoj vetëm veten. Paramendo o vëlla I ndershëm, xhamati I dashur, kohën e anashkalojmë. Kemi apo s'kemi, për ne nuk kemi vetëm kemi kohën për gjëra të pa hajrit. Po t'ja bësh pyetjen shumë nga ne, a do jesh për një dopjo, apo do jesh për një kafe, a do jesh për një lojë në një bastore, do jeni ne të partë, por ti thuash, a do vish me mu ta falim namazin me xhamat, ta lexojmë një libër, ta bëjmë një punë dhe vepër të hajrit, do thot, përgjigje me famshme, me urryer, me negative,
nuk kam kohë. Para mendoje. Për atë arsye ne lutim Allahun, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e të gjitha botrave, që të na bëjnë nga ato të cilët e vlerësojnë kohën dhe begatitë dhe mirësitë e Allahut. E lutim Allahun, sunduesin e të gjitha botrave, që të na zgjojnë nga gjumi i thellë. E lutim Allahun, krijuesin e gjithësisë, që të na udhëzojnë në rrugën e drejtë, në rrugën e hajrit. E lutim Allahun, siç na ka bashkuar sot në këndvet të bekuar, në këtë ditë të bekuar, të na bashkojë në gradë më të larta të xhennetit Firdaus. Amin. Alaina ihsan al-kalam wa min ghanidham.